Ju lutem mos të dezinformojmë qytetarët duke nxitur gjuhë urrëtien, gjuhë dhune dhe gjuhë thjesht për të bërë show dhe për të nxitur ca meme dhe ca video reelsa që nxirrni nëpër portale, vetëm për të hedhur zi. Kjo është e pafalshme. Dhe ju lutem ta respektoni Këshillin Bashkiak, këshilltarët, administratën dhe projektvendimet të cilat paraqiten këtu. Në të kundërt nuk kam për t'u dhënë fjalën për të ofenduar dhe për të ofenduar çdo vendim dhe çdo akt që merret këtu në këtë këshill. Në rregull, e nderuar zonja Luci, respekto kolegët dhe respekto atë që flet. Kur foli atje me detaje, jo absolutisht. E respektuam dhe e dëgjuam zonja Luci. E respektuam dhe e dëgjuam dhe ju na respektoni dhe ju kolegët. Zonja Luci, respekto kolegët kur flasin një lloj siç të respektojnë kur flet. Kaq po kërkoj, s'po kërkoj gjë tjetër. Po them respekto kolegët. E nderuar zonja Luci, respekto kolegët teksa të respektojnë teksa fleti. Ata që po flisnin, kaq. Po folën 20 teksta në xheradën, e foli dhe njëherë foli ai. Të lutem mos dezinformo. Mos dezinformo. Është gjëja më normale që bëni. Dezinformimi. Po, të lutem, po. Fati joti keq që je këtu, po dhe qytetarët dëgjojnë versionet e tua të gabuara. Politika që instituciona drejton ne, kaq. Ky është fati keq. Të kërkoj me shumë kortezi dhe me shumë mirësjellje të tërheqësh mbrapa të gjitha ato fjalë që the, sepse ke kaluar kompetenca dhe ke kaluar etikën e Këshillit Bashkiak. Dhe përfaqësoni dhe etikën, përfaqësoni dhe pedagogën dhe të shoqërisë dhe duhet kesh respekt për të rinjt, dhe njerëzit që ke përballë. Në rregull, ti nuk ke respekt për veten tënde në radhë parë dhe pastaj të kesh për të tjerët. Po, vazhdo. Zonja Luci, të lutem respekto të lutem mua dhe kolegët, kaq të kërkoj. Është e drejta jote s'po të kërkoj, respekto këtë mbledhje këshilli, kaq po të kërkoj, respekto mbledhjen e këshillit. Kaq. Po nuk ta ka hesh njëri fjalën. Atë po të kërkoj, respekto kolegët. Se kolegët flasin dhe ti flet. Respekto kolegët, kaq po të kërkoj, asgjë tjetër. Siç nuk dëgjuat kolegun tonë. Jo e dëgjuam, ja kjo është e pa. Okay. Nuk u bezdis njeri nëse shpreh. Po e vaje pas vetun lep, se va në rrugë pas vetun lep mohabet. Kolegu ishte jashtë. O ishte jashtë, po nuk jeti që përcakton ishte jashtë. Po nuk jeti që përcakton. Po nuk jeti. Është drejtë fjalës, nuk e përcakton asnjëherë ato. Kush ta përmendoi? Shtohet, po le ta mbaroj ai. Lere ishte jashtë, ishte. Po le tani, Po le tash të merrem me special prona. Ka klasë din çan prona dhe normal. Po pra e këta.